tos. Franco Mbrëm, televizioni kroate ka bërë një intervistë me ministrin Anushkic, ministrin e mbrojtjes të Kroacisë, pikërisht në këtë temë. Dhe ai në hollësi i ka shpjeguar opinionit kroat se çfarë është duke ndodhur. Ai ka thënë se është e vërtetë që Serbia është furnizuar me raketat balistike, do të thotë kineze. Ka thënë se ato raketa në Serbi kanë arritur para 7-8 muajsh. Dhe se Kroacia ka ditur një gjë të tillë, por nuk është bërë ditur sepse nuk kanë dashur të krijojnë panikë, frikë në opinion, sepse për te nuk ka vend. Ai ishte shumë i qetë, nuk ishte as pak i shqetësuar. Tha se jemi në zonën e rrezikuar, pohoj se ato raketa brenda 3-4 minutave mund të godasin Zagrebin, Prishtinën, Tiranën, Sarajevën. Ndryshe, në Serbia ato raketa i kishte emërtuar me emërtimin Zagrebasja. Tregoj edhe detale tjera, por pohoj që nuk ka vend për shqetësim. Do të kishte vend për shqetësim nëse NATO dhe Shqipëria nuk do të ishin anëtarë të Aleancës Veriatlantike, por me faktin që Shqipëria dhe Kroacia janë anëtarë të Aleancës, nuk dhe në përgjithësi duket që nuk i kishte bërë përshtypje shumë, nuk qetësoi opinionin, sepse ka polemika të mëdha në ditëve të fundit, luftë verbale praktikisht ndërmjet Beogradit dhe Zagrebit. Ta zënë Mbrëm, Vučić akuzoi udhëheqjen më të lartë të Kroacisë, madje duke përfshirë edhe kryeministrin Plenković, se ata janë organizatorë të lëvizje studentore. Po, është një refren i vjetër ky me Lazim. Absolutisht, e tha dhe Plenković, kryeministri Plenković, tha këte dëgjojmë tash 20-30 vite nga koha e luftës Slobodan Miloševićit dhe nuk kam kohë as të përgjigjem. Pra, kemi të bëjmë por unë mendoj se një çështje është interesante të potencohet, që është një dilemë. Pse në këtë moment të blejnë armatimet nga Kina, sidomos në kontekstin e faktit që megjithatë është teknologji nuk mund të them ndoshta vjetruar, por nuk është në hap me teknologji të reja, sepse inkorporohet në MiG 29, do të thotë, është bukur problematike, se duket në bazë të asaj që dëgjova nga ministri Anušić, por unë mendoj që këtë Vučić e bën me një qëllim të qartë, nuk është goditje e pa kalkuluar, është e kalkuluar. Mendoj që ai ka humbur, ai besoj që nuk i beson Rusisë, ka humbur besimin te Rusia, vetë ka deklaruar që kemi marrëdhënie më të komplikuara ose më të Nuk jemi kukulle askujt, deklaroi ai në një intervistë për Süddeutsche Zeitung. Unë mendoj që kur ai thot nuk jemi kukull askujt, ai mendon për vetveten, sepse Rusia nuk ka ndërprer raportet me Serbinë, por duket se ka probleme në raportet me te personalisht, do të thotë, dhe me qarkun e tij të ngushtë. Dhe unë mendoj se fakti, kësaj ashtoi edhe deklaratën e Dugin, Aleksandar Dugin, bashkëpunëtorit të ngushtë të Putinit para disa muajsh, kur tha që është kufon politike. Është kufon politike. Mendoj që është karta e fundit. Do të thotë ka investuar miliarda te Kina në mënyrë si karta e tij e fundit për mbijetesë politike. Dhe tani është duke e shfrytzuar edhe për konsum të brendshëm, ka zgjedhje atje lokale në fund të këtij muaji në disa komuna serbe, dhe besoj që kjo ka bërë që ai tani dalë me këtë informacion, sepse po përsëris ministri kroat Anušić tha se Serbia i ka marrë para ato raketa balistike nga Kina i ka marrë para 7-8 muajsh. Po.